Përveç qendrës së Tiranës, e cila vijon të mbetet pika kryesore e interesit për turistët, vitet e fundit edhe zonat periferike të kryeqytetit po tërheqin gjithnjë më shumë vizitor. Investimet në akomodime cilësore, hapja e bizneseve të reja dhe zhvillimi i zonave rekreative kanë bërë që shumë turistë të zgjedhin periferinë, duke kërkuar më shumë qetësi, natyrë dhe privatësi larg ritmit të vrullshëm urban. Të dhënat e AirDNA tregojnë se në disa prej këtyre zonave, çmimet mesatare të akomodimit në Airbnb janë edhe më të larta se në zonat e tjera të kryeqytetit. Arsyeja lidhet me faktin se oferta dominohet nga vila të investuara, shtëpi pushimi dhe prona me standarde të larta, të cilat ofrojnë më shumë hapësirë, pamje panoramike dhe shërbime shtesë për vizitorët. Një nga zonat që spikat është Bërzhita, e cila rezulton të ketë çmimin më të lartë mesatar ditor për një Airbnb. Sipas AirDNA, një natë akomodimi kushton mesatarisht $158, ndërsa pronat arrin në një normë zënjeje prej 44% gjatë vitit. Edhe pse frekuentimi është disi më i ulët se në zonat e tjera, niveli i lartë i çmimeve tregon se pronat të tilla synojnë një segment turistësh që kërkojnë luks, qetësi dhe eksperjenca më ekskluzive. Një tjetër destinacion që vazhdon të tërheqë interes është Dajti. Në këtë zonë çmimi mesatar i një Airbnb është rreth $71.7 për natë, ndërsa norma e zënjes së pronave arrin në 49%. Kombinimi i natyrës me distancën e shkurtër nga qendra e Tiranës e bën Dajti një alternativë tërheqëse për turistët vendas dhe të huaj. Edhe Farka po shfaq performancë pozitive në tregun e akomodimit afatshkurtër. Sipas të dhënave, çmimi mesatar i një Airbnb arrin në $76 për natë, ndërsa norma e frekuentimit është 54%, një nga më të lartat me zonave periferike. Ndërkohë Kashari, i cili vitet e fundit ka njohur zhvillim të shpejtë në investime të shumta në komplekse banimi dhe pallate, paraqet çmime më të përballueshme. Sipas AirDNA, një natë akomodimi kushton mesatarisht $69, ndërsa norma e zënjes së pronave arrin në 53%. Afërsia me qendrën, infrastruktura e përmirësuar dhe çmimet konkurruese kanë bërë këtë zonë një zgjidhje më të preferuar nga vizitorët që kërkojnë një alternativë më ekonomike pa u larguar shumë nga kryeqyteti. Të dhënat tregojnë se turizmi në Tiranë nuk përqendrohet vetëm në qendër. Me zhvillimet e infrastrukturës, investimet në akomodime cilësore dhe rritjen e interesit për eksperjenca më të qeta dhe më pranë natyrës, periferia e kryeqytetit po fiton një rol gjithnjë më të rëndësishëm në tregun e Airbnb dhe në ofertën turistike të Tiranës.